Në kuadër të javës ndërkombëtare të ndërgjegjësimit për trurin, në Universitetin Fan Stilianoli u zhvillua një takim me mësues ndihmës, student dhe specialistë të qendrës komunitare për fëmijët me aftësitë kufizuara. Në këtë takim u trajtuan çështjet të nxënit sipas qasjes kognitive, duke u fokusuar te stilet kognitive, proceset e të nxënit dhe ato të mësimdhënies. Jemi në një javë ndërkombëtare, në të gjithë botën po bëhen takime për ndërgjegjësimin për trurin. Se si neuroshkencat lidhen me fushat e ndryshme, se si studimet për trurin lidhen me edukimin, lidhen me çështje sociale, lidhen me komunitetin, me shëndetin mendor e tjera. Duke njohur edhe zhvillimin e trurit, duke njohur edhe mënyrën se si funksionon truri, mund të bëhemi më të ndërgjegjshëm për mënyrën se si ne të planifikojmë ndryrje edukative në rastin e mësuesve, sepse jemi në Fakultetin e Edukimit dhe Filologjisë, por në rastin e sotëm që kemi dhe pjesëtar të qendrës komunitare për persona me aftësi të kufizuar, mënyrën se si këto ndërhyrje çojnë në ndryshimet e funksionit të trurit tek fëmijët apo tek persona me aftësi të kufizuar. Takime në kuadër të ndërgjegjësimit për trurin janë zhvilluar gjatë gjithë javës me grupe të ndryshme interesi.